Shoqëritë e transportit ndërkombëtar shprehen kundër stacionit të ri në hyrje të qytetit të Vlorës, pranë shkollës së aviacionit. E ndërsa data 10 shkurt, pikërisht kjo e martë, ishte përcaktuar si dita kur autobusët do të vendoseshin në terminalin e ri, vetëm 3 autobusë ju përgjigjen thirrjes. Në reagimin e tyre, kompanitë e transportit ndërkombëtar shprehen se jemi të detyruar të theksojmë se në këtë pikë nuk ekziston as zyrë, as tualet dhe as hapësirë pritje, çka krijon vështirësi serioze për pasagerët, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, në kushte të ftohti apo shiu. Nëpërmjet një deklarate, shoqëritë e transportit ndërkombëtar ngren dhe shqetësimin e aksidenteve të mundshme në këtë zonë, e cila nuk ka as pak kushte që duhet të ketë një terminal normal. Në këtë deklaratë, ata thonë se kanë shpresa që autoritetet përgjegjëse të rishqyrtojnë sa më shpejt këtë vendim dhe të ndërmarrin masa sa më funksionale që të garantojnë sigurinë, komoditetin dhe shërbimin e duhur për qytetarët dhe vizitorët e Vlorës. Në deklaratën e shoqërive të transportit ndërkombëtar thuhet: ju informojmë se nga data 10 shkurt 2026, me vendim të kryetares së Bashkisë së Vlorës dhe Këshillit Bashkiak, të gjitha linja ndërkombëtare të autobusëve nuk do të lejohen më të kryejnë hipje dhe zbritje pasagerësh në qendër të qytetit. Sipas këtij vendimi, hipja dhe zbritja e pasagerëve do të realizohet ekskluzivisht tek rrethrotullimi i shkollës së aviacionit. Si kompani transporti me përgjegjësi ndaj pasagerëve tanë, jemi të detyruar të theksojmë se në këtë pikë nuk ekziston as zyrë, as tualet dhe as hapësirë pritje, çka krijon vështirësi serioze për pasagerët, veçanërisht gjatë muajve të dimrit, në kushte të ftohti apo shiu. Për më tepër, me shkresa zyrtare drejtuar Bashkisë, kemi shprehur shqetësimet tona lidhur me sigurinë, rrezikun e mundshëm të aksidenteve dhe mungesën e praktikës në shërbimin e publikut, pa marrë parasysh realitetin e përditshëm të udhëtimit. Shprehim shpresën tonë të sinqertë që autoritetet përgjegjëse të rishqyrtojnë sa më shpejt këtë vendim dhe të ndërmarrin masa sa më funksionale që të garantojnë sigurinë, komoditetin dhe shërbimin e duhur për qytetarët dhe vizitorët e Vlorës. Ju falenderojmë për mirëkuptimin dhe do t'ju mbajmë të informuar për çdo zhvillim të ri, përfundon deklarata. Megjithatë, në ditën e parë kur duhej që autobusët e transportit ndërkombëtar të vendoseshin në stacionin e ri, duket se shumica e kompanive nuk ish bashkuar këtij urdhri, përfshi këtu edhe autobusët e linjave interurbane ndërqytetase.